Prej 3 ditësh nën tokë pas shembjes së masivit të kromit, ky është 29 vjeçari Astrid Beshiri, babai kërkon ndihmë për gjetjen e tij. Personi në këtë foto është 29 vjeçari Astrid Beshiri, i riu që prej 3 ditësh rezultoni humbur pas çarjes së një rezervuari uji pranë fabrikës së përpunimit të kromit në zonën e quajtur Qaf Burel në Klos. Dyshohet se ka humbur jetën në masivin që ushem në Klos. Kushuriri i tij, Malvin Taraj, në një prononcim për mediat, më herët u shpreh se trupi i tij mund të gjendet vetëm përmes aparaturave të posaçme, ndërsa theksoi se kjo ngjarje ka sjellë një tronditje të madhe në familjen e tyre. Me sa informacione kemi, dim që është një kompani turke që ka aparaturat, por emrin nuk ja di. Kemi marrë vesh që një rast i ngjashëm ka ndodhur në Vaun e Dejës dhe kanë gjetur trupin. Deri tani, më shumë ka vullnetar dhe disa ushtar si dhe efektiv të policisë që po kërkojnë. Nuk mund ta gjejmë privatisht. Terreni është shumë i thyer, makinerit nuk futen dot, deklaroi ai. Familjarët kanë bërë apel për shtimin e forcave në operacionin e kërkimit, ndërsa shpresat për gjetjen e tipove niten me kalimin e orëve. Ditën e dieshme babai i tij, Nerim Beshiri, bëri apel institucioneve që të shtojnë kërkimet me metoda të specializuara, pasi kërkimet në këmbë janë të paefektshme për shkak të terrenit thepisur malor dhe materialit që është përndar kudo. Nerimi kërkon të ketë një shenjë të djalit në mënyrë që të ketë mundësi ku ta kujtojë. Kërkoj ndihmë nga shteti, t'i gjej një ringisht dhe ta çoj tek familja se nuk ka gjë më të madhe në botë humbësh djalin. I bëj thirrje shtetit të sjellin aparatura, qenë të specializuar mjete, të gjej djalin dhe ta çoj te shtëpia, të di ku të hedh një tuf me lule. Ka 3 ditë që vim kërkojmë këtu me lopat, nuk ka asnjë lloj mjeti, po patët mundësi, ndihmomni si shtet, ka thënë ai me lot në sy.